Mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë na thon letra tarot për 12 shenjat e zodiakut për ditën e premte 10 korrik 2026. Ju faleminderit. Le të fillojmë me dashin, të shikojmë çfarë letër na kanë për dashin për këtë të premte. Letra e tarotit 7 kupat dash vjen në një mesazh të fuqishëm për ëndrat, dëshirat dhe zgjedhjet e tua. Ti ke një dëshirë të madhe që do ta shohësh të realizohet, por kjo letër të kujton se nuk mjafton vetëm të ëndërrosh, është koha të kalosh nga imagjinata te veprimi. Mund të kesh shumë ide, shumë mundësi ose shumë rrugë përpara teje, dhe kjo mund të të bëjë të ndihesh pak i hutuar. Mos u shpërnda duke ndjekur çdo mundësi një herësh, zgjidh atë që ka më shumë kuptim për ty dhe përqendro energjitë tua aty. Kjo e premte është dita për të parë qartë atë që dëshiron të arrish. Imagjino rezultatin final, por më pas pyet veten, cili është hapi i parë që duhet të bëj? Çdo ëndër e madhe ndërtohet me hapa të vegjël të qëndrueshëm. 7 kupat të këshillon të besosh te vizioni yt dash, dhe të qëndrosh me këmbët në tokë. Mos lejo që frika, dyshimet apo përqendrimet të llargojnë nga rruga jote. Universi të kujton për këtë të premte dash se ëndrat bëhen realitet kur ti vendos ti kthesh planet në veprime. Zgjidh rrugën tënde dhe ec me besim drejt asaj që dëshiron. Demi, le të shohim çfarë letre kemi dem për këtë të premte 4 kupat. Kjo letër sjell një mesazh për mundësitë që mund të jenë përpara teje, por që ndoshta nuk po i vëren plotësisht. Ti je një shenjë shumë e vendosur dem, dhe kur vendos një qëllim në mendjen tënde nuk do rrezohesh lehtë. Kjo është një nga forcat e tua më të mëdha. Sot mund të ndjesh dëshirë të madhe për të vazhduar rrugën tënde dhe për të provuar se mund t'ja dalësh. Ana jote këmbgulce dhe ambicioze del në pa, duke të shtyrë të punosh më shumë për ëndrat e tua. Po letra 4 kupa të paralajmëron të mos jesh aq i përqendruar vetëm te një drejtim, ja të mos shohësh një mundësi të vlefshme që po të afrohet. Ndonjëherë ajo që kërkojmë mund të vijë në një formë tjetër nga ajo që kemi imagjinuar. Sot ndalo pak dhe vëzhgo me kujdes njerëzit, ofertat dhe situatat rreth teje. Një derë mund të jetë duke u hapur, por duhet të jesh gati ta shohësh dhe ta pranosh. Dem letra jote të kujton, mos lejo që përqendrimi te një ëndër të bëjë të humbasësh një mundësi të re. Vepro me vendosmëri, por mbaje zemrën dhe mendjen të hapur. Binjakët. Letra juaj binjak për këtë të premte, mbretëresha e shkopinjve e përmbysur. Kjo letër sjell një mesazh për energjinë, lodhjen dhe nevojën për të gjetur ekuilibrin. Sot mund të ndihesh sikur energjia jote nuk është në nivelin që dëshiron. Mund të duket sikur edhe gjërat zakonisht të japin fuqi, por nuk po funksionojnë më si më parë. Por kjo letër të kujton diçka të rëndësishme. Nuk je dembel dhe nuk të mungon motivimi. Thjesht ke nevojë për një mënyrë më të mirë për ta menaxhuar ritmin tënd. Ndonjëherë mendja dhe trupi kërkojnë një pushim të vogël që të rikthejnë shkëlqimin e tyre. Mos e detyro veten të bësh gjithçka menjëherë. Krijo një plan të thjeshtë për ditën, përqendrohu te gjërat më të rëndësishme dhe lëri vetes pak hapësirë për qetësi. Kjo letër gjithashtu të këshillon të kërkosh momente gëzimi. Një bisedë me një mik, një shëtitje, një film i bukur apo një aktivitet që të sjellë buzëqeshje mund të të ndryshojë humorin dhe të rikthejë energjinë. Binjak, mesazhi i letrave për ty është kujdesu për veten, pusho kur ke nevojë dhe mos haro se edhe njerëzit me energjik kanë nevojë të rimbushin bateritë. Kur gjen qetësinë, rikthehet edhe fuqia jote. Gafore, letrat për ty për këtë të premte 10 korrik, është forca e përmbysur. Kjo letër sjell një mesazh për lodhjen, emocionet dhe nevojën për të rikthyer ekuilibrin e brendshëm. Pas një jave të ngarkuar mund të ndihesh sikur ke dhënë shumë nga vetja, dhe tani energjia jote nuk është më në nivelin që dëshiron. Kjo letër të tregon se mund të jesh duke mbajtur shumë përgjegjësi mbi spatulla dhe ndoshta po përpiqesh të jesh i fortë për të gjithë. Por letra tarot të kujton se edhe njerëzit më të qëndrueshëm kanë momente kur kanë nevojë të pushojnë dhe të kujdesen për veten. Mos u ndje keq nëse sot ndihesh pak i lodhur emocionalisht ose i rënduar. Kjo nuk do të thotë se je i dobët, do të thotë që je vetëm je njeri dhe ke nevojë të rimbusësh energjitë. Merr pak kohë për veten, dëgjoj trupin dhe mos të përpiq të luftosh çdo betejë menjëherë. Ndonjëherë fuqia e vërtet qëndron te aftësia për të ndaluar, për të marrë frymë dhe për të vazhduar më i qetë. Gafore, mesazhi i letrave për ty është: ke më shumë kontroll dhe forcë nga sa mendon. Beso te vetja, rikupero energjinë dhe mos haro se pushimi është pjesë e rrugës drejt suksesit. Luani, letra e tarotit për ty Luan për këtë të premte 10 korrik, 8 kupat.
Kjo letër sjell një mesazh për ndryshimin, largimin nga ajo që nuk të mbus më dhe kërkimin e një lumturie më të thellë. Ti je një shenjë që njihet për optimizmin, energjinë dhe zemrën e madhe që jep për të tjerët. Por edhe një shpirt i fortë si ti ndonjëherë ka nevojë të ndalojë dhe të pyes veten, a jam vërtet i lumtur me atë ku jam? Kjo letër tregon se mund të vijë një moment ku ndjen nevojën për të ndryshuar diçka në jetën tënde. Ndoshta një rutinë, një situatë apo një mënyrë vjetër të menduari nuk të sjell më të njëjtin gëzim si më parë. Mos ki frikë të hapësh një kapitull të ri. Ndonjëherë largimi nga ajo që nuk na shërben më është mënyra më e mirë për të krijuar hapësirë diçkaje më të bukur. Letra e tarotit 8 kupat të kujton gjithashtu se lumturia nuk është diçka që thjesht e gjejmë dhe e mbajmë përgjithmonë. Ajo kërkon kujdes, përkushtim dhe zgjedhje të përditshme që na bëjnë të ndihemi mirë me veten. Dhe mesazhi i letrave tarot për ty Luan: mos ki frikë të ndryshosh drejtim kur zemra jote kërkon diçka të re. Një fillim i ri mund të sjellë më shumë gëzim dhe përmbushje. Virgjëresha. Letra juaj Virgjëresh për këtë të premte 10 korrik, 4 shpatat e përmbysur. Kjo letër sjell një mesazh për rikthimin e energjisë, veprimin dhe dalin nga një periudhë pushimi ose pritjeje. Ndonjëherë një pushim është zgjedhje, por ndonjëherë jeta na detyron të ndalojmë për të marrë kohën që na nevojitet. Ti je një shenjë që të pëlqen të jetë aktive, të organizoj gjërat dhe të ndjej se po ecën përpara. Nëse kohët e fundit ke qenë duke pritur, duke u rikuperuar ose ke parë të tjerët që të bëjnë atë që doje të bëje, sot mund të bësh të plotësosh atë dëshirë të fortë për të rikthyer në lojë. Kjo letër tregon se koha e pushimit po mbaron dhe energjia jote po fillon të rikthehet. Është momenti për të marrë përsëri kontrollin, për të vendosur qëllimet e tua dhe për të filluar të veprosh. Megjithatë mos harro atë që mësove gjatë periudhës së qetësisë. Mos u fut më njëherë me gjithë forcën pa dëgjuar trupin dhe mendjen tënde. Përdor përvojën e kaluar për të ecur më me zgjuarsi. Dhe mesazhi i letrave tarot për ty Virgjëresh: pritja ka mbaruar, je gati të rikthehesh, të punosh për ëndrat e tua dhe të tregosh përsëri aftësitë e tua. Koha për veprim ka ardhur. Peshorja. Letra e tarotit për ju peshore për këtë të premte 10 korrik. Asi i monedhave. Një letër që sjell një energji të fuqishme për fillime të reja, mundësi të bukura dhe realizimin e dëshirave. Kjo është një letër që lidhet me bollokun, suksesin dhe një mundësi konkrete që mund të të afrohet. Sot është dita për të vendosur qëllime të forta dhe për të besuar më shumë të aftësitë e tua. Ajo që mund të imagjinosh mund të fillojë të marrë formë në realitet, por kërkon që ti të hedhësh hapin e parë. Mund të ndjesh një energji pozitive që po rritet brenda teje. Ëndrat e tua janë më afër se sa mendon dhe universi të fton të mos i mbash më vetëm si dëshira, por t'i kthesh në plane dhe veprime konkrete. Letra Asi i monedhave është një shenjë një dere të re që hapet. Mund të lidhet me një mundësi në punë, financa, një projekt personal ose diçka që të sjellë më shumë siguri dhe kënaqësi. Peshore, mos dyshote ajo që mund të arrish. Beso në vlerën tënde dhe puno me përkushtim për atë që dëshiron. Mesazhi i letrave për ty është: një mundësi e re po vjen në rrugën tënde. Mbaje zemrën dhe mendjen të hapur, sepse ëndrat mund të fillojnë të bëhen realitet kur ti guxon ti ndjekësh. Akrepi. Letra juaj Akrep për këtë të premte 10 korrik, 3 shpatat. Kjo letër sjell një mesazh të thellë për emocionet, plagët e zemrës dhe procesin e shërimit. Ti je një shenjë që dashuron me intensitet dhe kur kujdesesh për dikë jep gjithçka nga vetja. Për ty besnikëria dhe lidhja emocionale ka një rëndësi shumë të madhe. Por kjo letër të kujton se jo të gjithë njerëzit e përjetojnë dashurinë dhe marrëdhëniet në të njëjtën mënyrë si ti. Ndonjëherë pritshmëritë tona mund të lëndohen kur dikush nuk tregon të njëjtin përkushtim apo nuk sillet ashtu siç presonim. Letra 3 shpatat shpesh faqet kur zemra ka kaluar një dhimbje, një zgënjim ose një situatë që ka lënë gjurmë të thella. Mund të jetë një kujtim nga e kaluara, një keqkuptim apo një ndjenjë që ende nuk është shëruar plotësisht. Kjo letër nuk flet vetëm për dhimbjen, ajo flet dhe për shërimin. Çdo plagë emocionale kërkon kohë, kujdes dhe dashuri ndaj vetes. Mos e detyro zemrën të harojë menjëherë atë që e ka lënduar. Akrep, sot kujtohu të jesh i butë me veten, mos lejo që një përvojë e dhimbshme të bëjë të humbasësh besimin te dashuria dhe të njerëzit e mirë që mund të hyjnë në jetën tënde. Mesazhi i letrave tarot për ty: plagët e zemrës shërohen me kohën. Jepi vetes dashurinë dhe kujdesin që ke dhënë gjithmonë për të tjerët, sepse edhe ti meriton të shërohesh dhe të gjesh qetësi. Shigjetari, letra e tarotit për këtë të premte 10 korrik,
4 monedat e përmbysur. Kjo letër sjell një mesazh për çlirimin nga frika, hapjen ndaj mundësive të reja dhe rikthimin e besimit te vetja. Ti udhëheqesh nga Jupiteri, planeti i rritjes së zgjerimit të fatit të mirë, ndaj brenda teje ekziston gjithmonë një dëshirë për të parën pozitive të gjërave. Por sot kjo letër tregon se mund të kesh kaluar një periudhë ku ke qenë më i rënduar, më i pasigurt ose sikur gjërat nuk po ecin në drejtimin që dëshiron. Ndoshta ke menduar se mundësitë janë të kufizuara ose se ajo që kërkon është shumë larg. 4 monedat e përmbysura të kujton se nuk duhet të mbahesh fort pas frikës, dyshimeve apo mendimeve negative. Kur mbyllemi nga frika e humbjes, mund të mos lejojmë mundësitë e reja të hyjnë në jetën tonë. Kjo e premte është koha të rilidhesh me atë pjesën tënde optimiste, aventuriere dhe plot shpresë. Beso se jeta ka mjaftueshë mundësi për të gjithë dhe se ajo është destinuar për ty të të gjejë në rrugën tënde drejt teje. Shigjetar, mesazhi i letrave tarot për ty. Mos lejo që një periudhë e vështirë të vjedh besimin. Universi ka ende shumë për të ofruar. Hap zemrën dhe beso përsëri te mundësitë që po vijnë. Britsjapi. Letra juaj e tarotit Britsjap për këtë të premte, 4 shkopinjt. Kjo letër sjell një mesazh shumë pozitiv për gëzimin, stabilitetin dhe shpërblimin pas një rruge të gjatë. Si shenja e fundit e elementit të tokës, ti je një person shumë i përshtatshëm me ndryshimet, i organizuar dhe gjithmonë i gatshëm të përballosh sfidat që të dalin përpara. Ndonjëherë kjo forcë mund të bëjë të shohësh më shumë anën e vështirë të jetës ose të presësh gjithmonë problemin e radhës. Por sot, letra tarot të kujton se nuk duhet të harrosh të festosh arritjet e tua dhe momentet e bukura që ke krijuar. Ke kaluar një rrugë të gjatë dhe ndoshta ky vit të ka sjellë shumë përgjegjësi, sfida dhe prova. Por letra 4 shkopinj tregon se po hyn në një periudhë më të qetë, ku mund të ndjesh më shumë siguri, kënaqësi dhe gëzim. Kjo letër mund të lidhet me një lajm të mirë, një arritje personale, një afrim me njerëzit që do, ose një moment ku po shkon se të gjithë përpjekjet e tua kanë pasur vlerë. Britsjap, mos harro se edhe ti meriton të pushosh dhe të shijosh frutet e punës tënde. Mesazhi i letrave për ty sot është: edhe pas sfidave më të mëdha, vjen një periudhë më e bukur. Beso se jeta jote po përmirësohet në mënyra që sot ndoshta nuk i imagjinon ende. Ujori. Letra juaj e tarotit ujor për këtë të premte, mbreti i shpatave i përmbysur. Kjo letër sjell një mesazh për intuitën, kujdesin dhe aftësinë tënde për të parë përtej asaj që duket në sipërfaqe. Ti je një shenjë që lidhet me mendjen e lartë, idetë dhe perceptimin e hollë. Shpesh arrin të dallosh gjërat që të tjerët nuk i vënë re. Sot kjo aftësi është superfuqia jote, mos e injoro ndjesinë e brendshme dhe sinjalet që ti jep intuita. Mund të ketë njerëz rreth teje që nuk po tregojnë plotësisht qëllimet e tyre ose që përpiqen të ndikojnë tek ti në mënyra jo shumë të drejta. Prandaj letra mbreti i shpatave përmbysur lidhet me përdorimin e gabuar të fjalëve, kontrollin ose manipulimin e pushtetit, por sot nuk është diçka që do të jetë e fshehur. Mund ta dallosh më lehtë kush është më i sinqert dhe kush jo. Mos u nxito të reagosh në zemërim. Përdor qetësinë dhe inteligjencën tënde për të analizuar situatat. Fjalët kanë fuqi, ndaj zgjidhi me kujdes ato që thua dhe mos lejo askënd të të largojë nga vlerat e tua. Mesazhi i tarotit për ty, ujor. Besoj instinktit tënd. Ti ke aftësinë të shohësh të vërtetën dhe kur të tjerë përpiqen ta fshehin. Qëndroj qetë, i zgjuar dhe mos lejo askënd të manipulojë. Dhe të shohim dhe peshqit. Peshq, për këtë premte, letra juaj e tarotit, budallai i përmbysur. Kjo letër sjell një mesazh për kujdesin, mençurinë dhe rëndësinë e të menduarit para se të marrësh një vendim. Ti je një shenjë me zemër të pastër, plot besim dhe shpesh sheh më të mirën te njerëzit dhe situatat përreth teje. Por ndonjëherë kjo natyrë e bukur mund të bëjë të hidhesh në diçka të re pa e parë mirë rrugën përpara. Mund të jesh aq i emocionuar për një mundësi ose një ide ose një ndryshim, që të harrosh të ndalesh për të analizuar pasojat. Budallai i përmbysur të këshillon të mos nxitohesh para të marrësh një hap të rëndësishëm. Dëgjoj edhe mendimet e njerëzve që të duan dhe që kanë interesin tënd në zemër. Ndonjëherë këshillat e të tjerëve nuk vijnë nga xhelozia apo nga dëshira për të penguar, mund të përmbajnë një të vërtet të vlefshme. Sot përdor kombinimin më të mirë tëndin, zemrën e ndjeshme dhe intuitin e fortë, por bashkë më pak me më shumë kujdes dhe logjik. Peshte, mesazhi i tarotit për ju sot. Ëndrat janë të bukura, por mençuria të ndihmon të ndetosh në mënyrën e duhur. Beso te vetja, por mos harro të shikosh mirë hapin që po merr. Këto ishin parashikimet e letrave tarot
për 12 shenjat e horoskopit për ditën e premte 10 korrik 2026. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.